Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër. Sot do jetë një video shumë e veçantë. Meqense është dita e Shën Valentinit 14 shkurti, ju uroj gjithë të dashuruarve ta gëzoni këtë ditë dhe qofshi gjithë jetën të lumtur bashkë të gjitha çiftet. Dhe unë sot kam menduar që ta festoj në një mënyrë ndryshe. Sot do provoj vetëm ushqime në formën e zemrës. Kështu që pa humbur kohë, do fillojmë. Si fillim nisim me këtë kutin këtu. Okej, nisim me këtë bombonen. Duhet ta kisha dhe Anxhin sot, do dukesh e videoja dhe më interesante t'i provonim të dyja, por në një video tjetër, sepse sot nuk mundi të vinte. Mbushja brenda është me karamel dhe me copa are. Janë super të shijshme. Më duket se janë lajthi dhe jo ara. Më vjen ta të gjithë për po e le, sepse kam aq shumë ëmbëlsira këtu sa i bie që pastaj të mos i ha do të gjitha. Kështu që po i provoj vetëm ka pak. Kam marrë edhe ujë me vitamina. Vazhdoj me këto gurabie biskotat që janë në formën e zemrës. Gurabie 250 gram, 1200 lekë të vjetra. Çmimin e kanë shumë okej. Janë kështu dhe i provojmë. Për çmimin që kanë ja vlen. Nuk e di me çfarë mund t'i kenë bërë, por shija e gjalpit nuk është që ndihet shumë. Do vlerësojmë shumë ato gurabiet që janë kështu si katrore. Nuk e di, ne këto nuk është që janë wow, do t'jepja notën 7 nga 10. Kështu që nuk po e provoj edhe një herë, se nuk është që më tërheq, por ajo çokolata me zemër që e kam këtu akoma, ja ku e kam, më vjen që ta ha dhe një herë. Do vazhdojmë tani me këtë pakon që është super speciale, është paketuar kështu, fix për Shën Valentin. Dhe e shohim. Ndërkohë unë jam bërë me këtë plurin e gurabies. Okej. Çokolatat janë kështu, janë dy lloje. Një është më duket me lotus dhe një me pistakjo. Po provojmë një këtë me pistakjo. Brenda ka një super mbushje, nuk është shumë e ëmbël, ka të shijen e pistakjos dhe brenda më duket se ka kadaif, pistakjo, më duket se është se çokolata e Dubait. Ka të njëjtën shije. Kjo notën 9 nga 10. Nuk po jap 10 nga 10 sepse duhet jetë se çokolata e para që e mirë që t'ja jap atë notë. Provojmë tani këtë me lotus. Me lotus mendoj unë, nuk e di me çfarë është. Është me të vërtet me lotus dhe mbushjen e ka dhe biskot lotus, sepse e ndjej kur e përtyp ka dhe atë krak. Është goxha e shijshme kjo. Të dyja notën 9, mund të merrnin dhe 10, domethënë janë afër 10-s, 9/10 do marrin të dyja. Super të shijshme. Si në fund të çdo videoje do t'rregoj se cila më pëlqeu më shumë dhe cila më pak. Mbarua me këtë paketimin e parë. Ndërkohë do vazhdojmë me çokoladën Milka. Po shohim. Brenda është kështu. Dhe e hapim bashk. Marrim një dhe e provojmë. Është kështu. Brenda ka mbushje çokolate. Milka si Milka. Është më e ëmbël se sa ato çokoladat me zemra që provova dhe është e çuditshme. Këtu sikur më djeg pak nga ëmbëlsia në fakt. Notën 8 nga 10. Është shumë e shijshme, por nuk e dua këtë ëmbëlsinë që djeg dhe ju e dini nga videot që më keni parë më përpara. Ju e dini që unë jam shumë detaiste, kam marrë dhe një zemër këtu. Vazhdojmë tani me një pako tjetër. Dua të theksoj që këto i kam marrë në pastiqeri të ndryshme në Pogradec. Kështu që nuk po përmend asnjë, po kur të zgjes se cila nga ëmbëlsirat më pëlqeu më shumë, mbase do përmend emrin e biznesit, pse jo, edhe ti suportojmë. Kështu që kush do marrë çmimin e parë nga këto ëmbëlsirat, do përmendet në fund të videos. Unë mendjem për ta provuar, isha gati për të marrë një copë, pa ja u treguar, kështu që janë këto, dy zemra, domethënë një e bardhë dhe një e kuqe. Kështu që pa humbur kohë do provoj këtë të kuqen, pastaj këtë të bardhën.
Duket kështu. E shishme është, por unë nuk jam shumë në këto ëmbëlsira që kanë shumë krem pasticerie ose shumë shlak, shumë krem në përgjithësi. Notën 7 nga 10. Po marr një luk tjetër dhe po provoj këtë të bardhën që mendoj se është me Raffaello. Okej. Kjo me Raffaello ishte goxha më e shishme se sa kjo me ngjyrën e kuqe, ka marrë në të njëjtin vend. Do t'i jepja notën asaj 7-6, ndërsa kësaj 8. Kemi dhe një ëmbëlsirë që është kjo këtu. Sa e bukur është kjo. T'ja u tregoj pak. Është kështu, ka këtë si plur të kuq dhe është me çokoladë, nuk e di shijen, kështu që po marr një luk nga këto të tjerat dhe gati për ta provuar. Brenda ka krem, por ka dhe këtë copën e kekut. Wow, është fantastike. Ka aromë trëndafili, pra në momentin që e ha të duket sikur po ha diçka me përbërje trëndafili. Wow. Sinqerisht, deri tani nuk është që kisha provuar ndonjëherë një ëmbëlsirë me këtë aromë dhe shije trëndafili. Për mua kjo është më e veçanta. Tani të them e shishmja është dhe e shishme shumë, por nuk do veçoja dhe atë ëmbëlsirën e parfare, atë çokoladën zemër, dhe ajo është shumë e mirë. Jam midis të dyjave, por me shumë mundësi do shkoja me këtë vetëm për veçantinë që ka, sepse ka aromën e trëndafilit. Kështu që e meriton ta përmendim, është Canella Pasticcerie në Pogradec. Nëse kaloni ndonjëherë në Pogradec ju që jeni nga qytetet e tjera, mund ta gjeni përballë Teatrit të Kukullave në Pogradec, mund të pyesni ku është Teatri i Kukullave dhe aty përballë keni Canella Pasticcerie. Kështu që ja vlen të suportojmë dhe këto biznese që mbase nuk kanë shumë zap, por kanë kaq shumë vlerë. Bravo Canella, çmimin e parë e ke marrë me këtë mini tortën në formë zemre. Më pëlqeu shumë. Ndërkohë që unë do ta ha të gjithë copën sepse më pëlqeu shumë. Po ju le këtu, mos harroni të bëni një like, një koment në këtë video, ju lexoj gjithmonë të gjithëve, sepse ju e dini arsyen. Thjesht ju dua shumë të gjithëve. Pacim!